Zotëri do shtosh minutat e përgjigjes në ti. Gjatë periudhës 1998-1999, forcat barbare serbe kryen në Kosovë rreth 100 masakra, të evidentuara ndaj popullsisë së pambrojtur të saj. Kështu u vranë rreth 1400 fëmijë dhe po citoj, Likoshan me 28 shkurt, Gjermeni mars 1998, 24 viktima civile. Në Qirez, 28 shkurt, 1 mars 98, 24 viktima civile. Prekaz, 5-7 mars 1998, 59 viktima civile, 55 të familjes Jashari. Lybineq, masakre e parë, 25 maj 1998, 10 viktima civile. Fortes, 18 korrik 98, 12 viktima civile. Ranç, Shtimje, 26 gusht 98, 11 viktima civile. Kleçk, 27 gusht 98, 8 të vrarë dhe mbi 30 të plagosur, viktima civile. Shale Bajgorës, 17 shtator, 12 viktima civile. Qyqavic, 22 dhe 24 shtator 98, 24 viktima civile. 6 të mbytur me çekan në kokë. Gulboc, Malishev, 26 shtator, 1998, 14 viktima civile, 6 të mbytur me çekiç në kokë. Abri e Epërme, 26 shtator, 98, 24 viktima civile të familjes Deliaj. Lubeniq, masakre e dytë, 1 dhe 7 prill 99, 100 viktima civile, prej tyre edhe gra 7 zana dhe fëmijë nga mosha 2 vjeçare. Raçak, 15 janar 99, 43 viktima civile. Ure Rakovinës, 24 janar 99, 4 viktima civile. Leshani Suareks, 2 mars 99, 29 viktima civile. Reznik Vushtri, 6 mars 99, 9 viktima civile. Udogjen, Mitrovic, 13 mars 99, 6 viktima civile. Tërnav, Podujev, 20 mars 99, 4 të vrarë dhe 11 të plagosur viktima civile. Skënderaj, 20 mars 1999, 29 viktima civile. Kotlin, Kaçanik, 24 mars 99, 26 viktima civile. Podujev, 24, 25, 99, 36 viktima civile. Celin, 25 mars 99, 82 viktima civile. Fortes, 25 mars 99, 26 viktima civile. Goden, 25 mars 99, 28 viktima civile. Randobrav, 25 mars 99, 28 viktima civile nga familja Pajaziti. Krushe Vogël, 26 mars 99, 113 viktima civile. Krushe Madhe, 25, 26, 27 mars 99, 241 viktima civile. Tërmi, Suarek, 26 mars 99, 28 viktima civile. Suarek, 26 mars 99, 28 viktima civile, antar të familjes Berisha. Padalisht, 26 mars 99, 19 viktima civile. Antar të familjes Imeraj. Landovic,
26 mars 99, 23 viktima civile, Mamushk 27 mars 99, 18 viktima civile, Dardhisht, Obeliq 26 mars 99, 11 viktima civile, nga familja Rama, Gjakov 26 mars 99, 6 viktima civile nga familja Çerkezi, Izbis 26 mars 99, 114 viktima civile, Matiçan, Prishtinë, 28 mars 99, 21 viktima civile, Podujev, 28 mars 1999, 19 viktima civile, antarët familjes Duriqi, Bogujevci, Lugaliu dhe antarët familjeve Duriqi, Bogujevci, Lugaliu dhe Gashi, Beleg, Deçar, 28, 29 mars 99, të vrarët zhdukur 46 civil. Të vrarët të zhdukur 46 civil. Dumnice e epër me 29 mars, 11 prill, 99, 6 viktima civile nga granatimi, Mitrovic, 29 mars, 99, 4 viktima civile, Llashtic, Egjilani, 30 mars, 22 viktima civile, disa të djegur të gjallë, Burim, Malishev, 31 mars, 1999, 34 viktima civile, Pastasel, 31 mars, 106 viktima civile, Lubeniq, 1 prill 99, 60 viktima civile, Cers, 1 prill 99, 6 viktima civile, nga familja Rexha, Gjakov, 2 mars 99, 6 viktima civile, nëna me 5.000 të moshës mitur, 1998, nga familja Vejsa, nga Gac, Raovec, 2 prill 99, 31 viktima civile, Sop, 2 prill 99, 35 viktima civile, Karlan, 99, 100 viktima civile, Prishtin, Lagja Arbri, 3 prill 99, 7 viktima civile, Çupeve epërme, 4 prill 99, 25 viktima civile, Popov, Podujev, 4 prill 99, shumë viktima civile të gjithë refugjat të brendshëm, Rezal, 5 prill 99, 41 viktima civile, Kokaj, 5 prill 49, 6 viktima civile. Ata që shkelin mbi gjakun, sakrificën e këtij genocidit të tmerrshëm, ata nuk janë jo shqiptar, po ata nuk janë njerëz. Ata janë në nivelin e primitivit, njeriut primitiv ose të kafshës. Po ju të tillë nuk mund ta paraqisni veten. Këta janë, këto shifra që ja u dhash unë këtu, janë të rezolutës së Parlamentit Kosovës, të cilën ne duhet të adaptonim me njëherë. Të mohosh genocidin serb në Kosovë, të mohosh veten si shqiptar, të mohosh ndërgjegjen e kombit tënd, dhe do thotë që është një qenje pa ndërgjegje, as shoqërore, as njerëzore, as kombëtare. Kjo është jashtë çdo lloj koncepti, jashtë çdo lloj, po çfarë, si mund të treshti, si mund të transformoni gjakun tuaj në këtë mënyrë? Po ju keni edhe ju, keni në familje tuaj njerëz që kanë luftuar. Keni njerëz që kanë dash dheun, që kanë rapra dhe. Keni njerëz të cilët jeni mkuar me virtutet e tyre. A mundet një shqiptar të shkelmoj mbi këtë gjak? Po pse bëni këtë? Sepse kreu i juaj është jargati Aleksandar Vučićit. Po pse bëni këtë? Sepse kreu i juaj është i shërbëtori Aleksandar Vučićit.
Po dhe qëfar do etnie që ti përkisti banorë të Shqipërisë, shqiptar, grek, rumun, malazez, qëfar do që t'jeni? Ndaj genocidit duhet të qëndroni. Ky është genocid. Vrasja civile për vrasja, për shkaqe etnike e civilve është genocid. Po pas se më artu po lexoja. Muaj me vitin e kaluar kam ngritur këtu genocidin serb të Pobregut, të Kukësit. Genocidin serb i Kukësit, a dini ju, është i shtamposur, i dokumentuar në traktatet themelore të genocidit në botë. Dhe çfarë thoshit ju, një përfaqësues i juaj? Shkruan të aty gafe e Berishës. Flet për genocid në lumë. Si morini kaq, çfarë ushtyn ju që jeni kaq të pandjeshëm ndaj një çështje më thelbësore në ndërgjegjen e njeriu, në ndërgjegjen kombëtare, e cila nuk është një ndërgjegje e hershme. Jo, është një ndërgjegje e krijuar në të gjithë popujt, me vonesë, kur lidhen kombet. Po çfarë do thotë kjo? Pse keni ju ku e gjeni forcën ju të shkelmoni mbi gjakun dhe jetën e këtyre njerëzve? Edhe serb po t'ishin, do të votoja, po ta kishin bërë shqiptarët. Edhe Maqedonas po t'ishin, do ta votoja, po ta kishin bërë shqiptarët. Genocidi është krim i shëmtuar. Dhe ai është jashtë çdo lloj koncepcioni. Ju bëri bashkëautor në krim me Edi Ramën. Ju bëri bashkëautor në krim monstruoz. Kur unë ju thash vitin e kaluar për Pobregun, lexoni. Po t'jeni shqiptar, lexoni. Në Pobreg 410 burra graf i vranë dhe i dogjën të gjallë. Për civil. Dhe traktatet kryesore të botës, genocid në lumë se quaj një nga genocidet e para të luftës parë botërore. Kurse ju shprenin, jo sikur jeni shqiptar, po sikur jeni ultranacionalist serb, të verbër. Faleminderit zoti Berisha. I morët dhe minutat e replikës. I morët dhe 2 minutat e replikës, madje dhe përfunduat fjalin. Ka një propozim procedurial nga kryetari i grupit Partisë Socialiste për ta shtypur në fund votimin e hapur për këtë pikë. Kush është dakord me propozimin? Kush dakord me propozimin të votohet në fund? Kush është kundër? Kush është kundër?